Gjergj Luca është kthyer në një figurë mediatike që dominon rrjetet sociale, duke u shfaqur si një patronazhist real dhe klient i rëndësishëm i Partisë Socialiste. Në daljet publike, Luca, i njohur për retorikën e tij të egzageruar dhe për lidhjet me të fortët në Shqipëri, pretendon se i ka siguruar Partisë Socialiste fitore elektorale në Lezhë në vitin 2013, më vonë në Elbasan dhe së fundmi në Shkodër, ku prezantoi nipin e tij si kandidat për deputet. Luca pretendon publikisht se ka qenë ai faktor kyç i fitores së socialistëve në Lezhë, duke paraqitur këtë sukses si një akmarrje ndaj Partisë Demokratike, që sipas tij e kishte çuar në falimentim. Realiteti historik tregon ndryshe. Lezhë ka qenë bastion socialist që në vitin 92, kur Partia Socialiste fitoi bashkinë me Agron Dibrën. Në Mirditë socialistët historikisht kanë marrë mbi 50% të votave, ndërsa në Kurbin kanë nxjerrë deputet edhe në vitin 97 gjatë krizës së rëndë. Në Elbasan, ku Luca mori fabrikat thuajse falas nga qeveria Rama, ai nuk bëri asnjë zbulim të veçantë. Zona e Labinotit dhe Elbasanit historikisht ka qenë një qendër e fuqishme e mbështetjes socialiste që nga periudha e luftës së dytë botërore. Madje edhe në Dukagjin, ku mësuesi Indier Lek Çukaj fitoi kundër një figure të lartë të PD-s si Alis Pahia. Sukseset socialiste janë rezultati një tradite të gjatë politike dhe jo i magjisë së Lucës. Megjithatë, protagonizmi i Lucës nuk është as pak i rastësishëm. Ai egzageron rëndësinë e vet politike sepse kjo i tolerohet nga Edi Rama. Kryeministri mund ta sqyllë entuziazmin e tij të tepruar me një telefonat të vetme, por nuk e bën këtë sepse protagonizmi i Lucës shërben si simboli modelit të ri klientelist që po ndërton Partia Socialiste. Në thelb, Gjergj Luca është fytyra e një sistemi ku Partia Socialiste po shndërrohet gjithnjë më tepër në një ndërmarrje klienteliste, ku babloku delegon fuqitë dhe benefitet te klientët dhe bejlerët që lëvizin sipas interesave momentale. Në këtë sistem, Luca nuk është asgjë tjetër veç se një version modern i LSI-s, që megjithse operon pa retorikën politike të Ilir Metës, ka të njëjtën logjik të shfrytëzimit të pushtetit për interesa personale.